Po cila është zgjidhja se kjo zgjidhja ta thash pra. Lulzim Basha këtej, zgjidhja ta thash. Egeleta Libea këtej. Zgjidhja ta thash është në qoftë se Argita Berisha, për mendimin tim, i krijohen kushtet që të vjeri në drejtimin e Partisë Demokratike do të ishte një zgjidhje perfekte se në fundit për herë të parë, për herë të parë brenda Partisë Demokratike nuk do merren më para për të bërë deputet. Nuk do ketë Argita Berisha nevojë. Kush do merrte para? Sepse janë sa personazhe aty që nuk i justifikon asnjë logjik tjetër përveç se të blesh mandatin e deputetit. Nuk ka shanse që për shembull ky i Dibër, si e ka ky që ka qenë në kam se i harroi emrin ky Xhelal Mziu. Cila logjik e shëndosh e pranon që Ezam të marrë emrin e Andi Mustafait dhe të zëvendësohet djali s'ka rëndësi djali kujtë. Ai përfaqëson vlerat e veta individuale. Është djalë që është një person që i rrit vlerë Partisë Demokratike. Silvi Bardhin. Ore se afron njëri. Silvi Bardhin. Ore doktor Ali Mehmeti. Doktor Ali Mehmeti, perfekt. E kanë lënë fare, e kanë zhdukur fare, e kanë hequr fare. Perfekt. Fred Lela, që me që ka qenë dhe ose Lela e kishte në studio për Fred Lela. Çfarë don ai person tani aty që ai nuk përfaqëson asnjë. E pyeta Lelën. Ore e pyeta Lelën, a do jesh deputet? Po jo, po nuk e di, jo, po. Ore ti do të jesh deputet i thosh. E dyta, në Mirdit që njofun që janë djem edhe në Dibër, ku dush, në Kamze, ku dush që njof që janë demokrat, që janë njerëz që përfaqësojnë Frymën Europiane dhe ke lezet ti shohësh edhe në ekranet televizive. Janë dhe njerëz të bukur, janë dhe njerëz të pashëm. Për shembull, në Mirdit është Tan Gjergji. Artan Gjergji. Po, profesor ekonomist i klasit lartë. Artani që e njohim. Po, se thënë Mirdit prandaj. Po Mirditor është nga Rrubiku. Po mirë, rrin në Tiranë. Po ç'lidhje ka? Jo se the atje dhe mos Koqedoni. Po, Gjergj Përgjoni, tjetër që është një ka krijuar një profil shumë interesant madje. Po, unë po them. Në sektorin tjetër, jo na i disa emra. Self-made. Ata që na dëgjojnë, janë sa rëndësishme është që të japësh një listë me emra të rinj. Janë self-made. Atëre, Artan Gjergji. Po për shembull, se tani duhet të reflektoj thellë që mos gaboj, se ngelin dhe Andi Mustafaj. Andi Mustafaj pa Fred Lela, Silvi Bardhi. Po, bravo. Ky një Kopliku, një djalë që e kam parë me syze se harroi emrin tani që ka dalë disa herë, vajza e këtij ish presidentit të ndjer që di Fiona Nishani. Ersi është është më i maturuar i biri, Ersi. Çrënsi ka. Fiona është më vogël. Ajo është angazhuar, nuk e njoh. Ersi njoh atë. Jo, Ersi është një nga studentët ekselentë, është mjek tani, mjek në Vjenë. E ndëron Partinë Demokratike. Pa diskutim. Dhe me sa dia i ka aspirin që të vazhdojë atje ku e ka lënë babai. Në një sekondë se ne ishim pa përgatitur për të thënë emra, po në ka shumë në shumë pak minuta. Ne them të rinj, kush janë të rinj? Po ja këta ku i ke. E ke Brengenin, po ti futesh të gjithë listës së Brengenit, çunave të ri dhe vajzave të reja, janë jo vetëm të sot, jo vetëm të guximshëm, jo vetëm të sinqert, jo vetëm të cilët krijojnë flukse qytetare. Eldar, di se do ta bëjmë një ditë në studio, 2 apo 3 nga këta do më sjellësh këtu në studio. Po pa diskutim. Do t'i sjellësh ti, këta të rinj të Partisë Demokratike do bëjmë emision të veçantë. Ti dhe ata me Skype, me gjitha do bëjmë një emision vetëm për të rinj të Partisë Demokratike. Sepse ke kapur thelbin Eldar, ke kapur thelbin e asaj që duhet të ekzistojë në Partinë Demokratike. Partia mosha mesatare është 60 vjeçme. Pa diskutim. Jo vetëm 60 vjeç, po nuk ka shanse ti shkuli. Kush? Nuk i shkul kush. Sepse ne themi se të rit ata nuk duhet ta lirojnë veten, por ne duhet të përfaqësohemi. Po si do të përfaqësohesh ti si i ri? Partinë Demokratike. Jo, këto kanë krijuar mekanizmin që këta kontrollojnë votën. Doktor Ali Mehmeti shikoj çfarë kanë bërë doktor Ali. Fitojnë qytet doktor Ali Mehmeti, fitojnë Tiranë, fitojnë mund në therrë të Tiranë. Humbi ca fshatrat majtista. Që janë gjithë të lidhur me të majtën. Eldar, ka dhe një tjetër. Ai ka marr vota në fakultetin e zgjedh dekan atje. Duan të rinj, duan studentët. Dhe Partia Demokratike ishte fundosur. Kuptoj shumë mirë unë. Ai tregoi për bilet se ai tregoi edhe një nivel shumë të lartë intelektual i cili e pranoi atë rezultat, pranoi sistemin si u ngrit në atë Parti Demokratike pranoi dhe metamorfozën për gjithë vërtetë se Partia Demokratike përsëri një metamorfozë të frikshme dhe të papranueshme. Jo, rrim përsëri tek ta të rinj sepse domethënë ke hapur pikërisht ke kapur një temë që është thelbi.
E the dhe në fillim, po e the lehtë, kalove lehtë, që aty, te ajo që quhet mosbindje civile, nuk ka fare nga këta emra. Pas ka. Pse? Sepse si funksionon? Sepse ajo protestë, po të kuptosh pse bëhen protestat e Partisë Demokratike, janë pikërisht që këta njerëz, këta individëri, të cilët duhet ta pranojmë Orlan, unë nuk vjen mirë fare që e them, por realiteti është kjo. Këta njerëz nuk kanë treguar, nuk janë njerëz të bërë vetë që kanë shtruar rrugën e tyre të suksesit nga meritokracia, nga vujtja, nga sakrifica, realisht për të ngritur dhe për të shkuar aty. Ata në mënyra konjunkturale që vetëm Partia Demokratike i përdon disa herë ose ndonjëherë, nëpërmjet servilizmit permanent ndaj njishit, ndaj kryetarit, nëpërmjet mos tregimit të asnjë lloji morali politik, po për hir të vërtetës, sepse politika nuk mund të jetë vetëm sukses, vetëm bilans, politika është dhe moral. Dhe mbi të gjitha është moral politika sepse merret me organizimin e jetës shoqërore. Dhe për një forcë politike e cila vjen pushtet dhe ka si premisë kryesore rregullimin e jetës shoqërore, pra krijimin e flukseve që mund të krijojnë kanale zhvillimi për një shoqëri të caktuar, ti e pengon me këta njerëz, çfarë mund të flitet? Kemi një fakt të fundit që policia ka ndryrë për të shpërndarë, sepse akoma rrugët janë të bllokuara dhe policia kërkon të zhbllokojë rrugët dhe ka një lloj ndërhyrje dhe ka një lloj tensionimi të situatës. Po për ju ka ndonjë kuptim kjo? Po kjo, dëgjoj tani, këto janë provokacione që bëhet për të tërhequr vëmendjen. Dhe mirë bëjnë, dakord, këto kanë dalë për të protestuar, duhet ta tregojnë protestën e tyre, duhet ta legjitimojnë protestën e tyre, por një protestë që të funksionojë për gjithë vërtetës duhet të jetë një protestë që buron nga kushte reale. Të gjitha kushtet janë për të bërë protestë ndaj kësaj qeverie, por mungon serioziteti i leadershipit të Partisë Demokratike, e cili nuk niset nga ideja për ndryshim, për të krijuar forcë që kjo shoqëri të ndryshojë, por niset për të legjitimuar pikërisht këtë status quo politike që ka Partia Demokratike. Të gjithë njerëzit që ju shihnin foto dhe po shohin edhe nga videot tu, janë njerëz që për hir të vërtetës nuk pranohen nga elektorati i Partisë Demokratike dhe çfarë Sali Berisha, duke ditur mjaft mirë këtë, ja imponon simpatizantëve të tij, simpatizantëve të Partisë Demokratike, aty 30%, ja imponon me dhunë pra. Leadershipin po të i marrim me leadershipin e Gazbardit, leadershipin Çfarë bëri Gazbardi, ja la Gazbardi partinë kur ishte izoluar, çfarë bëri Gazbardi? Asgjë s'bëri. Po ja imponoi pra do t'ja imponoi simpatizantëve të Partisë Demokratike. Unë vetë jam simpatizant i Partisë Demokratike tani Landi. Si unë mendojnë 80% e strukturave të Partisë Demokratike, po ta them me sinqeritet. Unë prandaj nuk kam frikë. Po ku po shkon kjo parti, ku po shkon kjo? Po sepse janë të lumtur ata atje. Se janë të gëzuar ata. Kjo parti, po ju mendoni që Sali Berisha është kaq naiv dhe nuk e kupton nevojën për ndryshim dhe nuk e kupton se si mund transformohet një parti. Sali Berisha ka bër tango politike të kufive ekstrem. Po thuaj Sali Berisha ka kalu Ylberin. Dhe fill mas kalimit Ylberit. Po kalove Ylberin ndron gjinin. Ja, nuk e kam atë koncept, e flas mentalitetin politik. Pra, Sali Berisha dhunoi njerëz, dhunoi bashkëpunëtorët e tij, i delegjitimoi, i shmangu dhe në fund i afroi gjithë dhe i bëri. Lulzim Basha është gënimi i madh jetës time. Koment për këtë deklaratë të zotit Berisha. Tani do ta them. I jetës time. Tani do atë çfarë unë mendoj. Patjetër. Dhe do një analizë të ftohtë të kësaj gjëje. Po. Lulzim Basha unë kam qenë mbështetës i Partisë Demokratike kur Lulzim Basha ishte kryetari i saj, pra e kam njoh legitimitetin e kryetarit Lulzim Bashës. Dhe e kam mbrojtur. Ndoshta si rrallë kush. Por ajo çfarë kam kuptuar është kjo. Një krizë penale të Sali Berishës, Lulzim Basha me mos reagimin e tij, me heshtjen e tij e kthej në një krizë politike. Pasi kriza penale u kthy në krizë politike, përsëri Lulzim Basha pat pjesën militare të Partisë Demokratike me vete. Por jo vetëm kaq, pat selin, pat parat e shtetit, pat infrastrukturën, pat kryetarët. Të gjitha se bëri dot. Pat pjesën më të madhe të studentëve të lëvizjes dhjetorit, pat shoqëri ngri, pat mediat, pat Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, vendet kryesorë të Bashkimit Evropian. Dhe i humbi gjitha, i zhgënjej gjitha. Po pse? S'ka talent, është për atë punë. Po çfarë? Absolutisht. Çfarë, është i kapur? Lulzim Basha nuk është i kapur, por Lulzim Basha bëri atë që s'mund ta bënte askush. Çdo njeri që do të kishte pas këtë gjëra
për hir të vërtetës, Sali Berisha nuk do të ekzistonte sot. Ekzistenca e Sali Berishës është pikërisht nga mos reagimi i Lulzim Bashës. Arsyet i din vetëm ai. Po jo, na thuj ti një arsye tani se ti je një mirë Lulzim Bashën. Ti nuk je nga ata që nuk je Lulzim Bashën. Ne të dy vim nga shkolla komunikimi i Landi dhe ju e di shumë mirë që ju jeni doktorant i shkollës së komunikimit. Dhe ju e dini shumë mirë që ato pyetjet e famshme Lasuellit, pyetja e fundit është çfarë efekti prodhoi. Pak rëndësi ka. Ku e tha, si e tha, çfarë bëri, ku doli. Pyetja e fundit është çfarë efekti prodhoi. Dhe ne shohim pasojat. Unë kam mendim, në analizë kam mendim kantian. Unë nuk merrem me shkakun, sepse shkaqet janë pafundme. Ama një pasojë është. Ajo çfarë prodhoi Lulzim Basha, unë analizoj atë çfarë prodhoi. Arsyet nuk i di, sepse nëse do të shkoj te një shkak, te një arsye, sigurisht do më çohet arsye tjetër. Dhe ka pafundësi shkaqes, por ka vetëm një pasojë, thot Emmanuel Kant. Dhe ai ka një strukturim të logjikës të mendimit. Dhe ajo çfarë shoh unë, shoh pasojën. Dhe mua pak më interesojnë shkaqet. Fakti që unë sot dhe Partinë Demokratike e pash në këtë pozicion, çfarë më duhet mua shkaku? Pse më duhet mua fakti që Lulzim Basha është peng apo nuk është peng Lulzim Basha? Ai është problemi i Lulzim Bashës. Problemi i demokratëve është ky. Problemi i partisë është opozitarizmi. Po kjo pra kjo është efekti. Problemi i partisë Lulzim Basha. Lulzim Basha, po ndaj prapë them. Lulzim Basha iku, shkaqet i din ai. Pse duhet merrem unë është i shitur, nuk është i shitur Lulzim Basha. Unë shoh pasojën zotëri. Pasoja më ka quar këtu në një fotografi 30 vjeçare të leadershipit politik. Në një stasko politike e cila nuk ndryshon. Parashikoni bashkëpunimin të zotit Bashat, një kthim pas ka kuptim. Nuk ka është delegjitimosh, Berisha nuk e bën këtë gabim. Të marrë Lulzim Bashën dhe ta fusi në struktura, as Lulzim Basha nuk shkon më. Nuk ka kuptim pastaj asgjë. Atë të parën e besoj, atë të dytën nuk ka kuptim asgjë që ndodh. Dëgjoj, në politikë është e pamundura, por e pamundura ndonjëherë bëhet e mundur sepse nuk ndodh. Më thuaj pak të lutem, ky Gazmet Bardhi, besnik i Bashës, pastaj kaloi me Berishën, u katapultua në ndryshime statutore, çfarë po ndodh? Cili është raporti Berishës me Bardhin, sepse me ofiqet që i ka dhënë është zvendësi i tij, pavarësisht se sekretari i përgjithshëm mban vulur. Dhe është zoti Nok. Ajo çfarë ka ndodhur, jo vetëm te Partia Demokratike, por ndodh të dy forcat më të mëdha opozitare, është që kodi elektoral i bërë mes bashkëpunimit Edi Ramës dhe Sali Berishën 2008, i cili vazhdoi dhe të perfeksionohet me kalimin e kohës, humbi individualitetet. Pra, nëse do shohësh partitë më të mëdha është humbje individualitetit, shkatërim i demokracisë brendshme politike. Lideri politik i cili është zgjedhur nga simpatizantët e partisë, është zgjedhur nga strukturat e partisë, shndërrohet në bos, shndërrohet në pronar të partisë politike. Çdo deputet, çdo individ, çdo strukturë ai e qull dhe e squll si breshri. Pra humbet çdo funksionalitet, jo vetëm organet e partisë, por humbet funksionaliteti edhe institucioneve, kur partia shndërrohet në parti qeverisëse. Humbasin dhe institucionet. Pse? Dhe konkretisht për Gazmet Bardhi? Sepse Gazmet Bardhi pikërisht duke qenë një individ, një njerëz që për hir të vërtetës nuk ka shkëlqim në profesion. E këtë si jurist apo si politikan? Në profesion, se si politikan nuk shkëlqej kurrë, por në profesion. Numri 2 i PD-s. Po dëgjoj, ai mund të jetë mund vazhdojë deri kur të vdesi numri 2. I PD, ju keni Tritan Sheun, nën kryetar ka 30 vjet Partinë Demokratike, por nuk mund ta konsiderosh, nuk mund ta konsiderosh që ka shkëlqyer. Ashtu individësh mund të rrije kushdo. Problemi që sepse çfarë? Pronari i partisë është Sali Berisha. Problemi është që ne mos shndrojmë kryetarin e partisë në pronar, siç thot Max Weber, në bos politik. Ne kërkojmë të krijojmë institucione të larta që kryetarin e partisë e vendosin përpara përgjegjësisë. Jo se Lulzim Basha ndryshoi në 8 vite e 9, mentalitet qasja ime dhe kritika ime që është ndaj Partisë Demokratike, unë vi me fluksin me mendimin e ri, vi me mentalitet tjetër në Partinë Demokratike. Edhe qasjes që jam qas Partisë Demokratike, jam qas me mentalitet tjetër, pse ju kujtoni që dalë unë e të lavdëroj tërë ditën Berishën e Flamur Nokën, ju kujtoni se nuk dëgjoj hapësirë unë në Partinë Demokratike. Po 10 herë, edhe në PS. Por problemi qëndron që u mus ma pranon ndërgjegja,
Nuk ma pranon ajo çfarë unë kam lexuar, kam mësuar dhe e shoh si defekt në shoqëri dhe e shoh që po vazhdojmë kështu të nënshtrohemi gjithë, kjo shoqëri nuk do ketë emancipim. E dyta, jam dhe në gazetari dhe këtë profesion e kam me shumë pasion dhe mundohem ta bëj aq sa e bëj mirë apo keq, por e bëj me sinqeritet. Pa diskutim dhe pa dyshim, nuk e vëm dyshim. Kjo është ajo çfarë dhe prandaj unë i mbi vendosëm. Kam një pyetje të tillë, ja më fal që ndërprer, kam një pyetje të tillë. Gjithmonë kur ndodhi protestë kemi atë the day after. Sepse çfarë solli protesta? Okej, dakor, ky bllokim rrugësh, emri mosbindje civile dhe vetëm mosbindje nuk ka aty. Po çfarë solli? Çfarë? Ai inspiroi ajo popullin, ai inspiroi njerëzit protesta. Po, domethënë ne po e bënim analizë, po prap një zgjatimi është i kësaj ideje. Jo, kjo është një kështu është më mbas asaj se kjo është njerëzit e kanë mendjen te festa. Dëgjoj, Landi, kur shoh tilla protesta, tilla organizime, tillë çaste mbien shumë keq për simpatizantët e Partisë Demokratike, por jo vetëm për simpatizantët e Partisë Demokratike. Më vjen shumë keq edhe për shoqërinë shqiptare. Sepse një parti e tillë duke qenë kaq e madhe, i bëhet barr ekonomisë, zhvillimit të kësaj shoqërie. Sepse bllokon rotacionin politik. Dhe këta nuk bëjnë as më pak dhe as më shumë thjesht sa bëhen bllokues të rotacionit politik, duke mos i krijuar mundësi asnjë alternative politike opozitare për t'u shprehur, për t'u përfaqësuar në opinionin publik. Askush sot nuk e din çfarë mendon Arlin Qorri, çfarë mendon Adriatik Lapaj, çfarë mendon Endri Shabani, çfarë mendojnë tjerët, sepse e gjithë hapësira publike në Shqipëri kontaminohet. Kontaminohet nga derivatet e PR-it të Partisë Demokratike, nga derivatet e PR-it të Partisë Socialiste, të cilat duke qenë një pushtet, pra një status quo politike që edhe kanë marrë, edhe kanë dhënë, edhe kanë darë pushtet bashkë, edhe kanë menaxhuar pushtet, e bëjnë të pamundur që të kuptojmë alternativa dhe të krijohen flukset për të ngjallë një alternativë vërtet në shoqërinë shqiptare, sepse përveç se këto kanë çdo lloj instrumenti, këto kanë edhe rrëmbimin e skenës politike me ligj. Duhet ndodhi ajo që thot ekonomisti i famshëm Josef Schumpeter, pra një shkatërim kreativ. Cili është koncepti i shkatërimit kreativ, që ai e përmend disa herë, është kur shoqëria e thyn gjithë pushtetin aktual, duke krijuar forca të reja, sepse forcat e reja çfarë? Krijimi i forcave të reja, i fluksave edhe ekonomike, edhe intelektuale, Ne kemi një inteligjencë kombëtare e cila nuk reagon. Më duket sikur është me mece. Ke parë profesorët ekonomisë që të thonë një tezë si duhet zhvillohet ky vend. Një profesor që thotë se kjo ekonomi e ka marrë ferrauratën kësaj ekonomie. Ore të hedhi. Po shkojnë kështu universitetet që numri i stafeve të pedagogëve po shkon më mas se numri i studentëve. Kjo është muhabet tjetër pastaj se kjo. Jo, po këtu fillon ajo, domethënë që ata kanë hallin e vendit punës. Po kjo. Eldar. Po ku ka intelektuali ku diskutoj intelektuali rrogën? Ai që është intelektual nuk ja cënon kush rrogën, ai që është intelektuali i vërtet. Kush guxon të cënoj rrogën një shoqëri demokratike, një intelektual? Gjithashtu shoqëri diktatoriale kapin e fusin në burg. Prap ka vlerë edhe në burg. Për kështu po jo më se duke parë po të shohësh të vetëm të bësh një investigim. Të thjesht, më jo të shkosh shumë larg. Të shohësh, ti marrësh intelektual kryesor të shoqërisë shqiptare dhe ti shohësh punësimin e vajzave djemve të tyre në administratë dhe nivelet të larta të administratës, do shokohesh. I ke gjithë punësuar në shtet. Si ka mundësi që një intelektual nuk i ka fëmijët në privat? Si ka mundësi që shteti shqiptar ka paguajtur me 200.000, 300.000 euro për shkollimin e fëmijëve të tyre dhe këto punojnë në institucione shtetërore, në vend që shkollimin e tyre dhe eksperiencën që e kanë bërë me taksat e qytetarëve shqiptar, ta vinin dhe ta zhvillonin praktik këtu për të krijuar flukse të reja, për të krijuar rrymë të reja ekonomike, për t'i dhënë shoqërisë, po jo duke vegjetuar në administrata publike.